Me rastin e festës së Kurban Bajramit, kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahia, ka përcjellë një mesazh urimi për të gjithë besimtarët, duke vënë theksin te paqja, solidariteti dhe bashkëtesa fetare. Në deklaratën e tij, Spahiu e cilësoi Kurban Bajramin si një nga festat më të rëndësishme të besimit islam, që simbolizon sakrificën, bindjen ndaj Zotit dhe dashurinë ndaj njerëzit. Ai solli në vëmendje shembullin e profetit Ibrahim, duke theksuar vlerat e besimit, durimit dhe përkushtimit ndaj krijuesit. Kurban Bajrami është një ndër festat më të rëndësishme të besimit islam. Është festa e sakrificës, e bindjes ndaj Zotit, e solidaritetit dhe e dashurisë për njeriun. Ajo na rikujton shembullin e profetit Ibrahim a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili me devotshmëri të plot tregoi besim, durim dhe përkushtim ndaj krijuesit. Ky mesazh mbetet edhe sot një thirrje e fuqishme për të forcuar moralin, përgjegjësinë dhe humanizmin në jetën tonë të përditshme. Ai theksoi se mesazhi i kësaj feste mbetet një thirrje e fortë për forcimin e moralit dhe humanizmit në jetën e përditshme, duke u bërë apel qytetarëve që të jenë më pranë familjeve të moshuarve, jetimëve dhe personave në nevojë. Feja jon ndërtohet mbi paqen, respektin dhe vlerat njerëzore universale. Festa të tilla na kujtojnë se besimi duhet të jetë gjithmonë një burim paqeje, qytetarie dhe shërbimi ndaj të mirës së përbashkët. Në këtë ditë të shenjtë, lutim Zotin e gjithësisë që të pranojë adhurimet, lutjet dhe kurbanet e besimtarëve, të sjellë paqe në zemrat tona, begati në familjet dhe mëshirë për mbar njerëzimin. Uroj që kjo festë të sjellë gëzim në çdo vatër shqiptare, shëndet për familjet tuaja dhe mirësi për të gjithë shoqërinë tonë. Gëzuar Kurban Bajramin. Në mesazhin e tij, Spahiu nënvizoi gjithashtu rëndësinë e solidaritetit në një kohë sfidash globale dhe konfliktesh, duke theksuar se ndarja dhe kujdesi për tjetrin janë thelbi i kurbanit. Në përfundim, kreu i komunitetit musliman i Shqipërisë vlerësoi harmoninë fetare në vend, duke e cilësuar atë si një pasuri të çmuar që duhet ruajtur dhe forcuar në mënyrë të vazhdueshme.